Studimi Bankës Botërore që do ndryshoj pjesa e moshës, kolonat dhe koeficient të llogaritjes. Kolona. Se kolona e dytë, mosha është diçka që do lvizin me vitet e jo, pranohet në Shqipëri, po nuk pranohet shumë kolona. Pra nuk është e vërtet, po them dhe kjo është në mentim. Problemi është kolonat parashikohet dhe kolonat. Dhe liberalizimi i tregut është një ndër ato, pikërisht që kolona dytë kthehet pra pensionet private të kthehen edhe më. Shiko, liberalizimi është kolona tretë, se e dyta është ndoshta kruciale. E dyta është një kombinim ndërmjet privates dhe shtetërore. Respekt për ekspertët, dhe patjetër duke qenë se vjen vetë nga një fushë ose me ekspertë e fushës nga Covid. Unë kam shumë respekt për ekspertët, po për qytetarët që na ndjekun ne duhet jemi shumë drejt për drejt. Pse? Si, çfarë mungon? Çfarë mungoi nga ajo që sqaruan? Jo, unë dua të jem shumë drejt për drejt për ata që na ndjekin. Që do të thotë, ndërkohë që kryeministri i vendit, Edi Rama, flet për rritjen e pensioneve, flet për rritjen e rrogave, po nga ana tjetër miraton një ligj anti-familjar, anti-shqiptar, anti-kombëtar, të lutem. Dhe nga ana tjetër, kryeministri, ndërkohë që bën thirrje për rritjen e pensioneve dhe të rrogave, kryeministri bën thirrje për blerjen e 400.000 apartamenteve, kreu Spakut Altin Dumani thot që përveç se kemi para të krimit organizuar, kemi një problem tjetër, thot, doganat, tatimet, ne nuk kemi raportim, thot. Pra, e imagjinoni pak se në çfarë shteti jetojmë, të lutem. Duhet jemi shumë serioz me shqiptar. Jo, duhet jemi shumë serioz me shqiptar. Duhet jemi serioz dhe çështja është serioze në momentin kur ti diskuton për indikator të mashëm. Lutem, drejtoria e tatimeve nuk është jo po ligji për barazinë gjinore që s'ka lidhje fare. O mirë ditë. Po më nga drejtoria e tatimeve të tasash, ta pranojmë tash. Duhet jemi serioz me shqiptarët. Ka qenë problemi informalitetit. Sa ka qenë niveli informalitetit në kohën kur ka qenë 2013 temi dhe si ka ndikuar gjatë gjithë këtyre viteve në performancën e për rritjen e pensioneve të rrogave mbahet kohën e Partisë Demokratike dhe s'është bërë më pastaj. Pastaj pjesa tjetër ka qenë, jo, po duhet të hyjmë kësaj diskutimi. Jo. Sepse ka një gjë. Sa ka qenë sa ka vajtur. E ka bërë premtim rritjen e rrogave dhe të pensioneve, rritjen e rrogës minimale dhe rritjen e pensioneve dhe po e bën realitet. Të nderuar ekspert, thonë që patjetër që flasin për ekspertizë, por duhet themi diçka. Edi Rama po shpërqendron vëmendjen e skandalit të madh. O Mirgit, unë dua të shoh qeveri teknike, o Mirgit, dëgjoj. Ti do të jesh qeveri teknike patjetër, si ekspert. Filluat me këto. E bleu direkte. Janë ato që dalin kur, qeveria teknike, pjesë e qeverisë teknike. Ore ka për lajmin sa i bëri ofertë për që pjesë qeveri teknike. Jo vetëm kaq. Po e meriton, sa i vjen vërtet nga një fushë ku e meriton. E bleu. Nuk të meriton Partia Socialiste. Liriana, dëgjoj. Dëgjoj, një parti nuk të meriton. Liriana sigur e meriton PD-ja e Liriana. As ty nuk meriton PD-ja. Unë mendoj që për një Shqipëri europiane, ku unë jam e bindur që do t'i përgasi një brezi si ty dhe shumë të ngjashëm si ty. Po Liriana, po unë mendoj që ti si për Shqipërinë europiane duhet ta vlerësoj. Të cilët, patjetër, tonizmi europiane unë e vlerësoj. Jo, vlerësoj rritjen. Po mirë, unë e profesorin, të kemi shtetet me shqipë ekonomike në vla. Ju si sipërmarrës, Liriana, më lejo pak. Patjetër që ishit dakord që ju si sipërmarrës, në këtë plan që ka bërë kryeministri, se mirë ka bërë që duhet çoj pagën minimale 500 euro. Do bëj shumë mirë. Por për bizneset të kishte subvencionuar në një fond, që me qënë se ju jeni në një situatë... E fakto. E fakto, do japë fond për bizneset? E fa, për rrogën minimale. E fakto, gjë e shpreu dhe... Po jetë në letër kjo, se e thënë nga e bëra... është në projekt buxhet. E fa, në ato shka thot ai. është në projekt buxhet. Po jo mëse në qofë se ajo më shkruhet... është në projekt buxhet. Jo, aji e tha... Tani do subvencionohen bizneset prodhuese apo të gjithë bizneset? Nuk e diferencoj. Thjesht rroga minimale do... Nuk e diferencon dot, ka stres të kohë. Po, s'ka lidhje. Është... Ajo po rrit pensionet në stresi, thua ti? Aman, amin, inshallah po në rritë të rrogën më shumë. Në stof stresi. Stres ka pasur, stres ka pasur çdo... Ajo rritje është minimale, du të thonë edhe ekspertët. Ta themi një të vërtet. Fondi që po flet profesori është në projekt buxhet në dërzuar në parlament. Pra është. Po është në letër. Tash vetëm nëse parlamenti nuk e miraton, pastaj po. Po kështu siç është. Në zërin 64, po të mos u hyjmë tek realiteteve. Dhe ai fond është. Tani të bie. Po gjithsesi prap. Fqinjët kanë rritur, e ka rritur pagën minimale? Fqinjët to këtë vit jo. Po Kroacia tani e rriti e kishte bërë 1000 euro. Po fut do Kroacinë ke fqinjët, s'është vendi BE-s, prandaj po them, po fut Ballkanin perëndimor.
Po 5 ditë para ne shyri o burë. Bashkë ishim të trenë Po me qa parametr ekonomik po krasosh me... Ata nuk kanë probleme për... Por teknika mund tjetë një, që ata kanë 1000 e kemi 500, gjysë për gjysë. I dashur Erion. Nuk është e numër, është e kushje blerse. Problemi është që çdo lloj politike qeveritare, sidomos e përmasave me efekte financiare, ka një lloj parapregatitje, nuk mund të jetë me urdhër, pavarësisht se duket si bukur. E kupton, nuk mund të, do i ka një parapregatitje, sepse është biznesi, ore 90% të problemit bën që bruda e ka... Dhe Mirgiti, a vazhdon të ketë akoma informalitet që duhet formalizuar akoma me këtë rritjen 500? Jo, më vetëm 20%. Shiko që ndodh. Ka qenë rrogat në 500? Jo, po një sekond tani, po nuk mund të themi dot se pse ekziston formaliteti, ne të vazhdojmë dhe t'i marrim formalitetin. Nuk është kjo ideja. Megjithatë, unë në parim jam dakord, problemi qëndron vetëm, unë jam partizani asaj që në negocim të vazhdueshëm në bashkërendim me sipërmarrjen, ti mund të arrish shumë më shumë se një rrogë minimale, por duke krijuar kushtet për të ecur përpara dhe sipërmarrja dhe për të bërë gjëra të shëndetshme për të dyja palët. Ky është problemi që kam unë. Jo me idenë që pse e bën qeveria këtë. Problemi është që pse nuk e negocion herët dhe nuk e fut në fazat e duhura të një procesi me idenë për ka drejt. Do më lejosh? Jo, ka drejt. Jo, doli shumë mirë më vllai. Ku doli shumë? 400 ja. 400. Po jo. Doli shumë mirë. Për mrekulli. As Atëherë- falimentoj ekonomia, as do di që do li shkëlqyer. Po aty do arrim ke puna falimentimit, po që puna që kosto e Po, atëherë, kështon po, që falimentim, banko është- atëherë ta mbyllin fare alla, Ore, nuk është kjo diskutimi. Kosto e biznesit është dhe kosto ekonomike të shoqërisë. Po patjetër, po nëse është Erion, çështja nuk është tu pse e bën qeveria, se qeveri do ta bëjnë gjithmonë këtë gjë. Po. Patjetër, ne nuk jemi kundra kësaj. Ne duam që kjo qeveria 12 vite ku ishte. Se ka pasur... E ka rritur me Qoftë tani, Po, të lutem, hall ta bëj, hall mos e bëj. Nuk është lëndë Ferrari, tani nga kjo rritje. Nuk duhet ta rënë diçka sepse ne po merrem vetëm me një rritje finale, jo. Jo. Mund ta diskutojmë këtë nga kjo rritje, çfarë përfitojnë? Atyre që ju rritet paga dhe pensionet. Sa, do më thënë, sa reale është dhe sa e lartë është ndjeshmëria, do më thënë. Është një rritje që ndryshon nivelin e jetesës, apo është një rritje që të lë prapa aty, do më Pa thënë. diskutim që është, pa diskutim, sidomos reforma e pensioneve, për mendimin tim... Qa do i shtoj kjo, do më thënë, për mendimin tim, qeveria, unë jam... Bleni ilaçe më të mira. Unë mendoj që borxhi aq i madh ndaj pensionistëve, brezat ta ndaj pensionistëve, sa që unë e kam thënë edhe në një studio edhe një herë tjetër, që ola ka mundësi të bëhen pjesë e pasurisë kombëtare. Pra, realisht të ndihmohen. Problemi që kam unë, si mundesh mas 12 vjetë, edhe pas 12 vjetë... Prap dhe ti si Liriana. Po mi më shumë mirë që po e bën tani. Po një sekond, po shumë themeltare kjo gjë. Është shumë themeltare, sepse nuk është vetëm për sot. Problemi qëndron që, pra, Maqedonia e bërin 2005 dhe po ja shikon lezetin sot. Pra, ideja është që për ta shtryrë në kohë për nesër, edhe për ata që vinë më mbrapa. Dhe ky është një detyrim kombëtar, nuk është detyrim partjar. Mos harrojmë diçka sepse ne merremi vetëm me pjesën finale të rritjes pensioneve. Por qeveria të paktën është treguar kujdesshme, çdo vit ka qenë bonusi i fund vitit për pensionistët. Kemi patur indeksimin automatik sipas inflacionit. Sipas inflacionit, po pse të vjen keq se ti japim 2 herë në vit bonus pensionistëve? Është për të ardhur keq, është shumë mirë. Pra, profesorja tha, ne kemi një detyrim ndaj pensionistëve. Po s'është fyerje më është ti japësh 2 herë bonus në vit, ti japësh 2 herë bonus në vit, është vlerësim, nuk është fyerje. Të erdhi keq pse gjyshit tanë morën shpërblim, të morën bonus, po jo më nuk është keq, kjo është shumë mirë. Dhe një qeveri tregohet si është ndjeshme. E treta, a kemi patur lehtësim, subvencionim, lehtësim për energjinë elektrike dhe për medikamentet. Pra, ne po flasim për gjërat cilat kalojnë edhe për te rritjes që ne masim dhe me rritjes cilën a e mbyll një pensionist muajin të lutem, a ke Po punohet për të jetuar me dinjitet. Po më falë, ka pensionistat sa do jetojnë për të jetuar të pensione dhe sa vite do duhet ta tani. I kene skemë rimbursimit. Energia elektrike është në subvencion. Indeks sot automatikisht mbi bazën e inflacionit. Pensionistat a e mbyllin dot sot muajin